Burri dhe gruaja. Gruaja është parfumi më i mirë dhe fjala më e ëmbël. Burri është hund që merr erë parfumin dhe vesh që dëgjojnë fjalët e saj. Gruaja flet për ta dëgjuar burri. Burri hesht që të dëgjoj se çka thot gruaja. Gruaja buzëqesh. Burri është ai që e pikturon atë buzëqeshje. Gruaja dora e djathtë e burrit. Burri gishtat e asaj dore. Gruaja e butë edhe ajo është femër. Burri i fortë sepse ai është mashkull. Gruaja qetësi, dashuri dhe ngrohtësi. Burri siguri, forcë dhe afërsi. Gruaja ministri e brendshme ku pa të cilën nuk ka qetësi dhe rahati në shtëpi. Burri ministria jashtme që mbron atë ndërtesë të madhe nga jashtë. Gruaja kur bart fëmijët dhe qëndron pa gjumë, forcohet. Burri kur qëndron pa gjumë për të mbjellë dashurinë tek fëmijët e tij, forcohet. Gruaja nuk është e bukur kur e kryen punën e burrit. Burri nuk është simpatik kur e kryen punën e gruas. Gruaja lot, burri është më i ndjeshëm se sa ai lot, por pas mureve, kalave dhe fortifikatave. Gruaja kur del të punoj jep një mesazh, por roli i familjes është më i madh. Burri ka nevojë për punë që t'i plotësojë nevojat e familjes dhe t'i mbrojë fëmijët e tij. Burri dhe gruaja. Gjuha e tyre është mirëkuptimi, sinqeriteti, dashuria, gjuhë që nuk e kupton askush pos atyre dyve. Përktheu Valdet Kamberi.